Sot kemi të policisë rrugore, të cilët kanë konfiskuar mjetet me pretendimin që pronari i mjetit nuk vërteton dot pronësinë e mjetit. Pra, ky është nga proces verbali që ne kemi siguruar, është ndaluar me motor elektrik, zotëria që po shkonte në punë, me kask mbrojtëse dhe i ka thënë, ti nuk më provon dot që ti je pronari i mjetit. Do me thënë, siç të them unë tani, ti nuk më provon dot që ti je pronari i këtij telefoni, dhe unë po ta marr, sa të nxjerrë ministra në fakt unë mund ta provoj këtë. Ku e ke faturën? E ke me vete? Në qoftë se ke me vete tani, do të tregosh faturën. Në qoftë se ke me vete tani, unë si oficere policisë. Fatmirësisht i kam bërë foto, kështu që e kam. Kurse unë nuk lëviz me faturën që kam blerë skuterin para 4 vite, kështu që skuteri im konfiskohet dhe është konfiskim për aq kohë sa ju ja merrni njerëzve dhe sot i mbani në vendet ku konfiskoni mjetet.